Përndryshe TikToki, haosi I madh, TikTokerat kanë me vdekve edhe ju keni me vdek një ditë. Shame e madhe, fyrjet madhe, haos, shanë me nona, me gra. Shife, në rrjetet sociale kanë prodhue rrjetet sociale për këtë divetë shoqërisë. E patmet pjesa më e pazhvilluar me shoqërisë, pa rrjet social të vetin, dole edhe TikToki edhe këtë tash kanë. Si çdo. Domethënë thuashte në fillim se X-i ishte Twitteri, është rrjet social I intelektualëve, edhe kishte logjikë se numri I kufizuar I fjalëve, domethënë ishte 140 fjalë në atë kohë. Fillim kur pa dalë domethënë. Që ja shkruaj mirë, e mençëm ja më shkruaj hiç. Facebook ishte rrjet domethënë I shtresës mesme. YouTube gjithashtu kishte pak komplikime dhe kufizime, nuk mushi me shfrytzu njerëzit aq se ishte vetëm për video më tepër. E tani doli TikToku edhe aty krejt, domethënë shtresat e njerëzve se s'du me përdor terme kualifikimesh, po tham krejt njerëzit aty. Po në përgjithësi rrjetet sociale, aty domethënë duhet me kuptoj shumë mirë, nuk është as shkollë fillore as mesme as universitet. Edhe është mjerim kur na I ni muhabet njerëzit thonë kam lexuar në Facebook. Domethënë si një lloj referencë, s'është libër Facebooki. Domethënë kam lexuar në internet, s'është referencë ajo, edhe s'është relevante. Nuk jep fuqi asaj që ti e thu. Sepse gjithë na jemi dëshmitar se sa lajme të rrënjshme ka në rrjetet sociale. Me miliona, triliona. Sa video, si mos ta shkon e fundit, video me të prodhuar me AI, me inteligjencë artificiale. Edhe njerëzit ta binë si argument shife, edhe ti thu ka dalë se kjo është e proponuar, s'është e natyrshme. Edhe tash ai mendon se ka ngrit nivelin e vet intelektual se lexon diçka në rrjetet sociale ose shef diçka në rrjetet sociale, edhe ai tani mo ka argument me vete. Edhe tani ignorantët që janë ditë të turpshëm, të turpruar se s'kan pas shkollë, sot janë bot guzimshëm, sepse mendojnë se dinë. Edhe kjo është ignoranca katërore që quhet e na muslimanat, se dietarët muslimanë që në fillim e kanë ndarë ignorancën në dy shtresa, ignoranca e thjeshtë dhe ignoranca e komplikuar. Ignoranca e thjeshtë është që për shembull mos ta dish se kjo është e bardhë. Mos ta dish se kjo është e zezë. Edhe kjo është e zakonshme për shumë njerëz. Domthonë nuk I dinë këto gjërat. Ka shumë gjëra që nuk I dinë edhe është ignorant për një gjë. Për shembull, un jam hoç, di gjërat intelektuale teorike në fushën e politikës, ekonomisë, kulturës, historisë, po s'jam mekanik. S'jam elektricist. Edhe aty jam ignorant unë tërësisht. Edhe nuk më tërheq mu diçka që ta mësoj atë punë. Edhe kur më pyet dikush diçka, nuk e di. Mirë, po unë si hoç shembull, atë që merrem me shkenca humane, edhe e shoh një kerr përpara ose e shoh një problem të elektrikës në shtëpi, edhe marr përsipër të punoj, e kalli shtëpinë. E kalli kerrin. E kjo është një ignorancë e komplikuar. Kur ti nuk din, po atë kundërtën e caktës e din si të saktë. Edhe nuk din, edhe nuk e din se nuk din. Mendon se ti din shumë. E fatkeqësisht nëpërmes rrjeteve sociale, numri I këtyre që ka qenë I madh kalumen, por kanë qenë të heshtur sepse kanë ditë se nuk din, tash është rrit numri I ignorantëve dhe numri atyre që kanë kaluar në fazën e dytë të ignorancës, të komplikuar, që nuk din, a mendojnë se din. Edhe tash ti e ke vështirë me bind ata se unë kam lexuar në Facebook. A dhe ti demonton ma që e thu. Edhe te puna e fesë njëjtë ka ndodhur, domethënë ta shumë njerëzi nëse mi pyet hoxhallarët, ekspertët e këtyre lëmive, ata mjaftohen me atë që lexojnë për rrjetet sociale. Edhe ja bëjnë lamsh jetën vetë. Na kemi shumë shembuj të njerëzve që konkretisht na janë drejtuar pasi që ja kanë bërë lamsh vetes jetën, tu konsultuar rrjetet sociale, bën tash matrën ChatGPT-n dhe ngjashmet me të. Edhe ai thotë unë I di këtë, sepse e kam chatin edhe ai më kallzon këtë. Nuk din se ato janë mekanizma analete që ti përdor për një punë, se ti përdor për çdo punë. Për shembull çekiçi, kaçavida, e përdor për një punë caktuar, mund të përdor për çdo punë. Edhe një rrjetet sociale ose këtë rast shërbimet e inteligjencës artificiale e përdor për diçka, se mund të përdor për çdo gjë. Edhe për me rumbullaksu këtë problematikë që u hap tani, domethënë spontanisht në këtë bisedë për më tregu se nisi me TikTokun si apostrofove, do të thonë se kjo I vjen sikur se për shembull je I smut edhe
i drejtohesh chatit ose internetit, si të shërona për shembull napton piksoj smundje. Rrallë ka dikush që edhe këtë çmenduri e bën, mirë po shumica është këtë mjeku. Akoma domethënë relevant është mjeku fizikisht mjek. Jo, ka filluar ChatGPT me të madhe. Po, ama disi është në fazën e parë. Momenti që komplikohet apo shkon te ama ChatGPT apo do të shkon te mjeku. Shkon te mjeku. Po normal se kjo është janë veprimet normale secili njeri i thotë ktheu kompetentit, ktheu eksplicit Allahu i madhëshëm Kur'an kur flet për madhrinë e tij thotë Ar-Rahman, Allah është i gjithëmëshirshëm, fasal bihi khabira për të pyetit ekspertët. O më te feja ChatGPT-ja nuk po thot ekspertët, po ta e përgjigj. Po kjo është gabimi, normalisht ai përmend në fillim që ti po thot shkon pitën ai hoç. Nuk i drejt më mbështet në atë që të ofron ChatGPT-ja, sepse ChatGPT-ja besoj që këtë e dinë këtu është produkt i asaj që njerëzit e kanë ushqy botën virtuale të internetit me informata. Dhe ChatGPT-ja çka ka më shumë se të tjerët për një shpejtësi më të madhe, kretë ato informata që gjejnë në rrjetet sociale, në gjuhën shqipe, në rrjetet me këtë temë ti ofron aty përpara. Po. Edhe në send është besoj që këtë e dinë gjithë, momenti që ai përcakton profilin tan, ti ofron sipas shijes tone. Se domthon nuk ka edhe pse duhet të qeni pa anshëm, i ofru këtë opsionet që ekzistojnë për një çështje, po ai tu ta lexu ty natyrën se si mënyrën se si pyet, edhe çka pyet, ai fillon të ndërton në veten e tij një profil për ty edhe të ofron përgjigje të përshtatshme për ty që ta bëjnë qefin. E kjo i ngjan një lloj droge, që domthon shkon me apo qefin njerëzve jo me fol atë që është e vërtetë se fundi fundit normalisht ata e kanë prodhuar në atë formë që të jetë e paanshme, ku e vërteta është relative, s'ka vërtet absolute. Të na muslimanët është ndryshe, të na ka të vërtet absolute, edhe e vërtet absolute është ajo që ka thënë Zoti i Madhërisht. Desha të rikthehem te TikTok, jo, këto djemt që edhe vajzat që janë një numër i konsiderueshëm të famshëm në TikTok, TikTokerat. Domethënë me të madhe shohën, subhanallahu. A nuk mendoj me që një ditë kanë me vdekve, gjithat ku kanë me quhet bagazh mëkateve të shamet të fëmijëve. Ajo do thotë rrjetet sociale ja kanë dhënë mundësi njeriu ta përmbush një nevojë që e ka boti famshëm. Për shembull, më harët për më bojë famshëm është dosh me vetë shumë u lodh. Shembull, sport. Për më bëni futboller i famshëm duhet për ditë me ushtruar, për ditë me u stërvit, për ditë edhe normalisht me pas sukses na për loja. Se bota ka sot me qindra mijë miliona futbollerë, po janë këtë të famshëm. Për mendje emrat e të famshmëve. Për shembull artist më bë. Bota ka me qindra mijë miliona artista, po janë këtë famshëm. Duhet mund djerës punë. Tani rrjetet sociale kanë ofruar një mundësi shumë të lehtë më bëj famshëm. Domethënë anonimi në shtëpinë e vet, më i pavlerësuar në shtëpinë e tij, mos flas për lagje, pastaj nëpërmes rrjeteve sociale po bëhet shumë i famshëm, domethënë me miliona ndjekës dhe me miliona shikime. Me çka normalisht me gjëra të parëndësishme, me banalitete. Unë kam përgatitur një material për me fol për këtë çështje kuptimi i argumenteve fetare për kohën e fundit dhe se njëra prej fenomeneve që ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka menduar kohën e fundit është banaliteti. Edhe banaliteti ka më qenë baziki. Domthonë banale ka më pas vlerë. E vlefshme ka më qenë e pa vlerë. Tash se është koha e banalitetit. Ku njerëzit i japin vlerë gjërave banale, edhe normalisht asnjëherë s'ka vlerë të ata gjëra. Unë gjej kisha një mik këtu në profesor Rudian Zekrin, edhe bisedojmë me të. Në këtë situatë kur dominon banaliteti, domosdoshmë si kena me gjetë njerëzit e mençëm me fol me ta. Se feja është për njerëzit të mençëm. Feja është për njerëzit të mençëm. E tash na duhet me gjetë njerëzit e mençëm me fol për fen. Pejgamberët e Zotit u kanë folur, kanë drejtuar Paris, vend banimeve të caktuara, do të paria që ka pas pjesa intelektuale, pjesa politike, pjesa ekonomike, pjesa mediatike. Dhe sot është Paria e njëjta. Ku me gjetë njerëzit e mençëm me fol? Se banaliteti dominon edhe njerëzit e mençëm shpesh herë nga kur fillojnë me vujt edhe me u shndrum kompleks inferioritetit punë e famës ose klikimit ose fansave në rrjetet sociale, ai fillon me u marr me banalitet. Edhe e devalvon vetveten, domethënë e rrëzon veten nga pozita e lartë intelektuale, e cila është e bjerë në pozita shumë të ulta. Do të edhe nisen me lidh hoç, se gjithmonë unë e lidhi këtë temë dhe jam krenar që e lidhi. TikTokerat dhe vdekja.
jo vetëm TikTokerat, krej njerëzit që bëjnë aktivitet publik. Po, TikTokerat dhe vdekja. Këto shtash janë YouTuberat para saj, po dhe. Fama, sen, hiç se menojnë vdekjen. E do shta me bëni paralel, ai që qotë sa vajnë e falë. E ban dhikrën, thot istikfar, astakfirullah ve etubu 1000 herë. Edhe kitë që shoh gjithë ditën TikTok, ka ndallim vdekjet e këtij. Ti flet tash për një musliman TikToker. Po do? Po, jo muslimani se ka hiç i ka le vdekjen, as besimin, as ahiretin, domethënë. Ai e ka dëfrim argëtim. Po, është e vërtetë se domethënë kur ta gjesh një musliman që kopjon këtë jo musliman edhe mundohet në stilin e tij me u bëni TikToker ose YouTuber i njohshëm, i famshëm, haron se domethënë ka obligime karshi Zotit, ka obligime karshi vetes, ka obligime karshi shoqërisë. Edhe në këtë rast prodhimin që ti ofron në botën virtuale, prodhim të cilin fatkeqësisht zakonisht e shohin ata që janë më të rinj se ti. Ashtu, po du me thonë, nëse ti ki 25 vjet, 27 vjet, 30 vjet, edhe je boj famshëm si TikToker ose YouTuber, edhe prodhime banale, prodhime të pavlefshme, të kota, bile edhe të ulta. A e din se ato që të përcjellin janë më të rinj se ti, çfarë modeli ofron? Me vdekjen. Me çka ju ushqen ti ata? Ju ushqen që ata ushqen prej tese ato prodhime mediatike. E normalisht na kemi shembull ato të na njerëz që i kemi pa më herët, do të thotë nivelin e materialeve që prodhojnë ato. Megjithëse kanë shikueshmëri janë aq të ulta, edhe ata kanë përgjegjësi edhe para Zotit, kanë përgjegjësi edhe para vetes, edhe para shoqërisë. Po normalisht ajo që duhet ta bëjmë në këtë drejtim, përveç kësaj që themi keni frikë Allahun, do jepni llogari për atë që e thoni, do jepni llogari për atë që e bëni, do jepni llogari për atë që do ju ndjekin të tjerët në këtë keqe. Jo duhet me kuptuar në një send, domethënë se na duhet me ngrit nivelin e shijes të njerëzit edhe vazhdimisht mi bë me i nënçmu edhe nënvlerësu prodhimet banale, prodhimet e pavlefshme. Edhe më thonë se kjo domethënë nuk është vlerë artistike, kjo nuk është produkt mediatik, kjo nuk është vlerë intelektuale, kjo nuk është kulturë. Zakonisht njerëzit sheku se na hoxhallat për shembull për fe do të më thonë që kjo s'është fe. Që kjo është domethënë kulturë islame, që kjo nuk është prodhim domethënë i argumentit fetar. Kjo tradit, kulturë, zakon, kamet, po s'ka lidhje me islamin. Edhe njerëzit e kulturës mirëfillt, e artit mirëfillt, duhet me dalë me folën, kjo është keq, kjo është shund, është fol, po duhet me fol vazhdimisht, me thonë me budallimin. Edhe normalisht në anën tjetër sistemet tona politike, domethënë pushtetet tona duhet me dhënë hapësirë dhe mundësi për të kultivuar e sakta, e dobishme dhe e mira, e mos më i dhënë hapësirë secili njeri tashme në mungesë të vlerave të mirëfillta të shfaqen domethënë këto produktet e dëmshme ose gjysmë produkte që i prodhojnë këta njerëz individual. Para se më janë pyetjeve nga TikTok-i si kumlit, du ditë trende mi përdor këtu në podcast tonë, të cilën du me bëni koment tonë, po hoxha nëse ka nevojë e komenton. Dhe me thonë, momentalisht atë trend u kalla nda akraba. A më tonë, ke TikTok-in, dhe me thonë, atë shumë mardhonin dhe njerëzore janë prish, tek ne që pun t'i bëjna me plasë akrabaja, a më tonë. Edhe nuk knaqë, s'di mu knaqë. Është manifestim i zilis dhe xhelozisë brenda familjes. Kjo ka qenë edhe më herët, është e re. Mirë, po kjo nuk është mënyrë e përshtatshme për me zgjidhë si problem. Kjo vetë shkon të erit. Dhe sjell situatën deri në idhnim total të anëtarëve të familjes njëri me tjetrin dhe mos vizitës, mos foljes, gjëra që normalisht janë të dëmshme, edhe psiqikisht, edhe fizikisht, edhe ekonomikisht, po edhe në aspekt shoqëror. Fetarisht feja islame e insiston me të madhe mi mbajt lidhjet farefisnore të gjalla edhe mi kultivu ato. Dhe ato janë shkak i lumturisë dhe bereqetit në jetën shoqërore. Dhe Islami e ndalon kategorikisht shkëputjen e lidhjeve farefisnore. Inatin. Po, këto janë shkaqet. Unë po flas tash për rezultatin. Edhe andaj mënyrën se si e kanë zgjedhur ata apo në trend u kallën disa akraba, domethënë ata faktikisht e rrisin faktikisht edhe termin që kanë përdorur u kall, e shtojnë zjarmin që i djeg gjithë. Se zjarmi s'ka kontroll, ti sot mendon se e ke djeg atë, po nesër do djegesh me një zarmë edhe ti. Allah na udhëzoj gjithëve inshallah na ruan pi trendeve negative që i përhapin në rrjetet sociale. Trendi tjetër i cilin e kum analizu është vedati i stupcave, e ka një pjesë të skeçit, a e keni pas të hoxha?
domethënë kur smuhet njëri, edhe kjo mase u ka bë trend TikTok. Çdo kanë të cilën kanë dashur me bë hajgare, me bullizu ose di kanë dëni politikan ose dëni njëri thjesht ose ndaj shok, e kanë shni videon atje dhe përmas vedoti supse dhe thot ai keni poste hoxha. Çka i bën kjo? Kjo piksoj dalin shumë muhabeti. Domethënë te shqiptar dihet me shejkuj se medicina kur s'ka rezultat fundi është hoxha, rukja. Shive, i ka dy anë të analizës. Anën pozitive këtë që përmendet ti se ka ngellë ndër dijen e njerëzve se për shumë probleme që s'ka zgjidhje shkenca, domethënë ka zgjidhje feja. Kjo është për me rrëmllaksu fenomenin. Për me argumentu këtë lexosha para 2 ditë ose 3 një rast ku një figurë e famshme domethënë Kosovë e tregon publikisht domethënë se ka pas ngarkesa psiqike një kohë gjatë. Ka qenë për psikologë sen dhe ka marrë edhe ilaçe dhe në fund thot e gjeta domethënë shërimin te rukja. Ai kështu e përmend domethënë tekstualisht rukja. Te hoxha faktikisht. Te hoxha. Kjo është ana pozitive, normalisht pastaj keq përdorimi i kësaj është ana negative, është tallje me fen, që normalisht është shumë e rrezikshme për besimin e atij njeriu i cili tallet me këto raste sepse feja e ka dëshmuar edhe faktikisht se trajtimi me rukje, me këndime fetare të Kuranit për njerëzit të smur ka efekte pozitive. Edhe efektet janë konkrete, janë dukshme, nuk është muhabet, domethënë islamofobi më i madh vend iluzion, nuk është imagjinat. Është realisht e shef njërin se reagon nga leximi i Kuranit. Domethënë edhe ato që flasin kundër fesë, kur janë zor shkojnë në këshillin ndaj hoxhka tonë në kënaqë, domethënë edhe ato e pranojnë në fund se s'ka. Po, kjo është ajo që na ju kemi thonë vazhdimisht njerëzve e janë të Zotit me vullnetin tuaj në kohët tuaja se shtrim këtë keni më shku. Edhe kjo është thirrja jonë vazhdimisht që ne ja bëjmë gjithë njerëzve, kujtoni Allahun, besoni Allahun, duani Allahun, nashtrejoni Allahut, afrojoni te Allahu, kryeni obligimet karshi Allahut, zbatoni urdhat e Allahut, do jeni më mirë edhe në këtë botë në ahiret.